Kërku falje, janë shenja e luanit, është shenja e demit, shenja e akrepit, bricjapit dhe ujorit. Luani, akrepi, bricjapi dhe ujore. Po, dhe demi. Okej. Luani nuk kërkon falje për shkak që i thehet krenaria. E ka shumë të vështirë me e pranu gabimin, e ka shumë të vështirë me e pranu që e ka lëndu dikë. Për shkak të krenarisë shumë të madhe, pastaj nuk kërkon falje, mundohet në mënyrë praktike, mundohet me veprime, me e te kalu ata. Thot, besoj dhe shpresoj që partneri, shoqja ose shoku, ka me arru këta që ku bone, për shkak të sjelljes teme të mirë tash. Ky është Luani. Pra ndryshon sjellja. Por me kërku falje nuk kërkon falje. Nuk kërkon falje. E ka shumë të vështirë. Pastaj është demi. Demi për arsye që është shumë kokfort, nuk mundet me pranu gabimin, nuk mundet me pranu që edhe ai është njeri si krejt tjerët edhe gabon, mundet me lëndu dikën tjetër. Dhonja mirë. Okej. E ka shumë të vështirë këta edhe derisa të qetësohet, derisa të kalon një kohë pak më e gjatë, demi nuk kërkon falje. Këta demi e ka jo vetëm kur e lëndon dikon, po edhe kur bën gabime të tjera, ose kur nuk ja qëllon për diçka, e ka shumë të vështirë me pranu që është gabim. Edhe nëse ti me fakte ja tregon që kjo është qështu që shpo thonë një ti, demi nuk e pranon edhe mund të mu bo shumë agresiv. Nuk do të me dalë keq, edhe nuk do me dalë fjala që ai ka thonë. Okej. Pastaj është bricjapi. Bricjapi për arsye që i merr senjet krejt në mënyrë racionale, kërkimi i faljes i doket shumë patetike. Nuk e thot, e ndjen gabimin, e ndjen pendimin, mundohet me thonë që kjo ka me te kalu, po unë e ka me regullu me anë të veprave të mia të mira. Shumë shpesh bricjapat kur keq kuptohen, ka raste për shembull edhe ndoshta dy bricjapa janë keq kuptuar me njëri tjetrin, tash llogarit asnjëri tu mos kërku falje. Ndoshta krejt ajo situatë krijuar ka qenë veç keq kuptim, po për arsye që nuk e kanë diskutu, ajo veç mbetet ashtu dhe mundohen me veprat e mia të mira, me përgjegjësinë që ka me mbajt tash, ka me rregullu, nuk ka nevojë për kërkim falje me zë. Po. A ndryshon kjo sepse unë gjithmonë mendoj që nganjëherë edhe ja qëllojmë, po nganjëherë këto nënshenjat dinë edhe bile nënshenjat shumë shpesh flasin më shumë se sa po se sa shenjat. Po. Dhe për shembull tek bricjapi nuk e di, ndoshta veç që jam bricjap edhe nuk e kam fare me kërku falje kur bëj, po e kam shumë të lehtë me kërku falje. Po mandej varet edhe prej planeteve të tjera, për shembull, Hëna, Mërkuri, Venusi, ka shumë planetë të tjera që ndikojnë të njerëzit, edhe varësisht se çush i kanë shenjat, mandej është edhe mënyra se çush ndjejnë ata, çush veprojnë, çush reagojnë në situata të ndryshme. Po. Varet tepër shumë. Sidomos në kërkim të faljes,